Rusia dhe Ukraina janë përfshirë në sulme të ashpra të ndërsjellta, duke filluar vitin e ri me një sër bombardimesh, sulmesh me dronë dhe konfrontime të rënda. Raportohet se këto ngjarje kanë shkaktuar humbje të konsiderueshme njerëzore dhe dëme materiale në të dyja anët. Në një nga rastet e raportuara, bombardimi në qytetin e Donetskut, rajoni i okupuar në Ukrainën lindore, ka shkaktuar vdekjen e 4 personave dhe plagosjen e 13 të tjerëve. Në këtë konflikt Ukraina po përpiqet të mbrojë territorin e saj dhe përballon sulme të fuqishme nga Rusia. Ky ka qenë një fillim i vështirë i vitit të ri për Ukrainën, e cila është duke u përballur me sulme të vazhdueshme nga autoritetet ruse. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka reaguar në një fillim të vitit të ri, duke theksuar se Rusia do të përjetojë furinë e prodhimit të dronëve vendas të Ukrainës, duke kërcënuar me një reagim të fortë përballë agresionit rus. Ai theksoi se pavarësisht nga sulmet e pamërshishme, populli i Ukrainës do të vazhdojë të përballet dhe të ngrihet për të mbrojtur shtetin e tyre. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin, në një fjalim të regjistruar më herët për vitin e ri, lavdëroi solidaritetin e shoqërisë ruse dhe vlerësoi luftën kundër Ukrainës. Ai lavdëroi forcat ushtarake ruse për rolin e tyre në operacionin e quajtur i posaçëm në Ukrainë dhe i vlerësoi qytetarët rusë heroj në këtë kontekst.